Vera ka filluar dhe mes kësaj temperature të lartë, nuk mund të mos kishin foto të nxehta nga pushimet e personazheve të famshëm. Ky Instatopic bën fjalë për provën e bikinit, ose më saktë për pozat më të mira të vipave të realizuara gjatë këtyre ditëve. Edhe pse 46 vjeçe, Jennifer Lopez rrezaton gjithnjë e më shumë. Ajo postoi një selfie në pishinë në Las Vegas, teksa pozonte me një palë rroba banjo trup të bardha të Moeva London, syze fendi dhe buzëkuq të kuq. J-Lo shquhet për naturalitetin që ka në foto gjatë jetës së përditshme, por nuk e dim pse, ajo zgjodhi të pozonte me make-up në plazh dhe në mes të vapës. Komplekse vipash tek e fundit. Bele Rodriguez tashmë një nënë e vetme, zgjodhi të kalonte disa ditë pushimesh në Ibiza me familjen e saj. Ajo që ka rënë në sy janë sigurisht pozat e tepruara që merrte në foto për të treguar linjat. Ne e dim si i ke linjat, Belen, mund edhe të mos këputesh në foto. Përveç fotove, ajo ka pasion të bëjë xhiro me motorruj, si për të cilit ka marrë poza akoma dhe më hot. Pa haruar të birin, të cilin ajo e publikon thuajse në çdo foto, për të treguar kështu që një femër mund të jetë edhe seksi, edhe e famshme, edhe një nënë e përkushtuar. Diva Beyoncé u shkëput pak nga koncertet e promovimit të albumit të ri Lemonade për të kaluar disa momente vetëm me Jay-Z dhe vajzën e tyre. Ndoshta se kishim kuptuar, por pasioni i fshehur i saj që nga t'i bëj foto Jay-Z dhe vajzës, pasi në shumicën e pozave, ajo nuk është prezente në foto, por është ajo që i bën foto atyre. Me linja perfekte si për herë, Beyoncé mban me vete dhe një detaj shumë interesant. Veshjet e plazhit dhe aksesorët kanë secila shenjën e limonit. Nuk besojmë se është rastësi, por siç duket, ajo po mundohet ta promovojë albumin e ri në çdo mënyrë, dhe kjo mënyrë duket realisht shumë e veçantë. Kurse për shqiptarët, fotot kanë filluar nga Spanja, ku Aurela Hoxha dhe Dorina Gegiçi si gjithmonë po kalojnë pushimet bashk. Vendodhja e kësaj radhe ka qenë Ibiza, ku vajzat nuk kanë nguruar të shohin edhe një koncert të David Guettës. Ajo që ra në sy tek Aurela është që ajo nuk ka dy foto me të njëjtat rroba banjo, duke treguar që këto pushime po i shfrytëzon më së miri për të bërë sete fotosh sa më sensuale. Pasi bëri këngën e fundit me Noizin, Enca Axhia po relaksoi duke pozuar si gjithmonë dhe duke treguar format e saj të mëdha. Në fotot e saj ajo shkruan gjëra të tipit "O ka bëhet shumë hot" apo "Të kallëzoj kush o Enca", duke përmendur edhe pjesë teksti nga këngët e saj. Si hashtag ajo përdor këngën e fundit me Noizin, "Bow Down". Nuk mungon edhe një njoftim i thënë me stil tek foto në pishinë ku ajo thot që më duhen pak pushime para se të fillojmë me turin e verës. Siç duket Enca, pas ka bërë mjaft plane për koncertet gjatë verës. Armina Mevlani ndër të tjera nuk ka shkuar në plazh vetëm për t'u larë, por edhe për të pozuar si idhulli i saj Marilyn Monroe. Ajo ka imituar pozicionin e fotos me një çadër në dorë dhe rrobat e banjës së atyre viteve. Përveç se ka ndryshuar shumë stilin e saj kohët e fundit, fashion bloggerja Estela Ujka ka pozuar në një foto në syrin e kaltër në theth, gjatë një udhëtimi me misht. Ajo që ra në sy ishte trupi i saj as pak i photoshopuar, por me celulit dhe disa kile të pambuluara nga asnjë efekt. Komentet ishin shumë pozitive, duke e vlerësuar për kurajon dhe originalitetin. Kur flasim për fashion, sigurisht nuk mund të harrojmë Jonida Maliqin, e cila çdo stin sjell tendencat më të fundit për publikun. Me një set mjaft seksi fotosh në pishinë, ajo ka pozuar me rrobat e banjës Moeva të njëjtat si të Jennifer Lopez që përmendëm më sipër. Edhe pse akoma nuk i ka filluar zyrtarisht pushimet, Jonida shkëlqente gjatë këtyre ditëve të nxehta të verës. Me rritjen e temperaturave, sigurisht tema e Instagramit do të jenë fotot e nxehta të verës nëpër plazhe dhe pishina. Kush do të pozojë më bukur? Kush ka rrobat e banjës më të bukura? Apo dhe kush merr më shumë vëmendje? Do ta shohim gjatë muajve në vazhdim.